Opinion nga Çun Lajçi. Më foli mirë Gjon Markagjoni, por unë s'ja përfilla fjalën. Sahati në Tiranë, akrepin e madh e ka Beligradi e të voglin ka Moskovi. Mate kohën me orën time tha, se ma mirë të bjen. Edhe Mici foli, nga njëherë ma mirë është mu vënu se mungut, me çu bajrakun e me taull të tjerët. Ti deshte mu ba hashim në sheshin e Tiranës e të vinë, por harrove se Rifati hala është gjallë e kollitet fort në prekaz. Nuk bash ndera e kombit, as si pari i shqiptarisë, ani pse veteranët e mashtruem, pra organizata e PDK e Nasimit e Ngucatit, si shta Daut Haradinaj, të dhanë merita e fotografin tënde me stemën e UÇK-s. Mjerimi nuk mbaron këtu, mjerimi fillon tek ata që i thon vetes veteran të UÇK-s, që për një zallog që ti ua premtove, e harruan Ademin e Hamzën, e në vendin e tyne, e vun hashimin e ty. I thuaj Taulan Ballës, e përqafove e ndritin e hashimit, e në kuvendja fute thikën UÇK-s, tu e mos e votu rezolutën për gjenocidin serb në Kosovë. Kësaj maskarade i doli era në çastin kur Ali Ahmeti, ai që i futi në dhe Mirsadin e Begun e të tjerët në burgun e përjetshëm, u mundua me luat ëngjullin tuaj bathirje për bashkim, ndërkaq që partive shqiptare në Maqedoni ua ka fut thikat para e përmbas. Edvin Albini nuk i bie në gjunjë Melonit, nuk ja ve dorën rreth qafës Vučićit, nuk luan çoke me Trumpin dhe nuk ban protesta në emrin e ushtarëve të Adem Jasharit, pa qenë në raja e tyre në krye të vendit, qendresat e Jasharëve, Rifat Shaban Jashari, Kurti nuk thot, veriu i askujt siç thua ti, se nuk ban pazare me trojet e Shqipnisë. Tani meritën që ta dhan do Asgana, flagëroje në arë, se ti se pate as për hashimin, as për çlirimtarët, por për me la mut me shurë, për e sa petua të pista, mirë Shqipëria që të ka, tash po iki prej Tiranës, e po kthehem te Gjon Markagjoni, kapedani se ai mirë e pat, vonon nga një herë tha, se kur të ftohet koha, të çelen syt, çeli syt dhe ti, e ik. OVL UÇK së bashku me disa parti politike në Kosovë si PDK, AAK, por dhe figura të LDK-s, si dhe me pëlqimin e kryeministrit shqiptar Edi Rama, kanë mbajtur sot protestë në Tiranë, kjo për shkak të gjykimit që po i bëhet ish ushtarëve të UÇK-s në Hag. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, pas mbylljes së protestës, publikoi një foto me mbishkrimin, sloganin e saj, liria ka emër, ka qenë edhe shkrimi i brenda postimit të Ramës. Në anën tjetër, nga Partia Demokratike në Shqipëri nuk kanë marrë pjesë në protestë, që sipas tyre bëhet me mbështetjen e mikut të Vučićit. Sali Berisha nga selia e PD-s shprehu mbështetje për lëvizjen e veteranëve të UÇK-s, edhe pse nuk mori pjesë. Gjatë një konferencë me gazetarët, Berisha theksoi se liderët e UÇK-s, të cilët po gjykohen në Hag, janë të pafajshëm. Në të gjithë janin time, ndjekjen time nuk kam parë në mënyrë absolute asnjë fakt që të provojë asnjë akuzë për të cilën janë arrestuar dhe mbahen në arrest ish udhëheqësit e luftës dhe udhëheqësit politik më vonë të Kosovës, asnjë, dhe unë uroj me zemër që ajo gjykatë të shpall pafajësinë e tyre dhe kthimin e tyre në vend, tha Berisha. Por kreu i PD-s akuzoi kryeministrin Rama se po përdor kauzën e UÇK-s dhe protestën për qëllime politike. Përdorimi për qëllime politike i procesit është një makabritet. Edi Rama u tërhoq, por unë kam këtu dëshmit që ai ishte parashikuar të fliste mbi një orë. E kuptoni ju, do bëj patriot njeriu që me aktet e tij është kundër Kosovës, po aq armik sa Aleksandar Vučić, deklaroi ai. Në anën tjetër në Kosovë ka pasur deklarime se protesta në Tiranë bëhet me qëllime kundër kryeministrit Albin Kurti dhe balotazheve në zgjedhjet lokale. Një gjë të tillë thotë edhe ish sheprori i UÇK-s, Naim Iftari. Ai thotë se ka një koalicion të fshehur PDK, LDK, AAK dhe lista serbe kundër vetëvendosjes dhe listës Guxo. Sipas tij, ka paradokse politike të habitshme në Kosovë. Koalicioni i heshtur i PDK-s, LDK-s, AAK-s dhe listës serbe kundër vetëvendosjes Faton Pecit dhe listës Guxo. Hajfuzët e dezertimit, ata që bombardimet e NATO-s kundër forcave serbe i pritën në rërën e ngrohtë të Ulqinit, sot janë rikthyer në skenë pas përfundimit të luftës, e sot pas më shumë se 2 dekadash kemi paradokse politike të habitshme. LDK-ja merr vetëm 214 vota në Mitrovic, AAK-ja 50 vota dhe megjithatë të gjithë së bashku nuk arritën ta mposhtin Faton Pecin, deklaron Miftari. Pas përfundimit të protestës, ka reaguar edhe emisari i presidentit amerikan për misionet e veçanta në botë, Richard Grenell. Haga është jashtë kontrollit. Kjo është ajo që ka bërë Jack Smith, ka shkruar Grenell në rrjetin X, duke ju referuar ish prokurorit special që ngriti padin ndaj Thaçit. Grenell, i cili në të kaluarën ka qenë i dërguar i SBA-s për dialogun Kosovë-Serbi,
dhe akuzoi për mbështetjen e idesë për korrigjimin e kufive, sipas Miftarit tani bën teatër politik. Ndërkohë në anën tjetër vazhdon cirku politik i Vučićit, Ramës dhe Grenellit, të cilët po përpiqen të paraqiten si patriot. Le ta themi troç, cirku në Tiranë nuk ka lidhje as me UÇK-n, as me drejtsinë, as me gjykatën speciale në Hag. Ky teatër politik nuk ka asnjë ndikim në proceset gjyqësore atje. Qëllimi i vërtet i këtij mobilizimi është tjetërkund, të bashkojë profiterët, politikanët e korruptuar dhe interesat e errta serbe në Kosovë, të gjithë kundër Albin Kurtit dhe qeverisë së Kosovës. Mjafton të shikoni, organizatorët e këtij cirku, promotor e sponsor, janë shumica milioner të pasuruar nga korrupsioni dhe përfitimet nga lufta. Shikoni më pas moderatorët dhe analistët e zjarrit të ditëve të fundit, ata që deri dje akuzonin UÇK-n për krime të rënda, për vrasje civilësh serb, për skuadra vrasjesh dhe që pretendojnë se Hashim Thaçi, Veseli, Selimi e Krasniqi kanë vrarë aktivistët e LDK-s. Skafa e Ramizi, kur i dëgjonte këta luftëtar të krimit të organizuar, që shpifnin, mashtronin, falsifikonin dhe tratonin, ai thoshte: "Lujta, sot edhe unë do të thoja kemi luajtur të gjithë, ose kanë luajtur vetëm ata", ka shtuar Miftari. Tutja i ka shtuar se sot Tirana u kthye në patriotizëm të rem. Ky është cirku i radhës i Edi Ramës për të mbuluar tradhtit dhe aferrat e veta korruptive. Tirana sot është kthyer në qendër të patriotizmit të rem, me kryeministra të rem, me veteran të rem, me OVL-n e reme, me justifikime dhe qëllime të reme, ata që e shitën Kosovën, ata që e tratuan luftën, ata që i harruan amanetet e dëshmorëve, ata që i lanë në baltë invalidët dhe ushtarët e UÇK-s, sot po përpiqen të na shesin pluhur syve. Merreni me vete në këtë cirk edhe Grenellin, Batonin, Buzhalën, Kajtazin, Shehollin, Balën, Zekan, Lindën, Alin, Abazoviçin, Bujarin, Shqiprimin. Ky cirk ka emër, përfundoni sheprori i UÇK-s.